Përshëndetje. Unë quhem Engji dhe sot të mirëpres në një sesion të ri të një meditimi me pasqyrë, ku së bashku të përsërisim afirmacione të cilat të bindin dhe të lidhin me energjinë e suksesit. Pavarësisht në cilën fushë profesionale ti punon, pavarësisht se si ti e fiton jetesën, të gjithë ne jemi të bashkuar në pikën që ajo që ti mendon për veten është ajo që ti e reflekton në jetën e jashtme. Pavarësisht se çfarë pune ke, ti ndikohesh nga besimet që ti ke në lidhje me veten tënde dhe nga mendimet që ti mendon për veten tënde. Nëse mendimet janë pozitive, me siguri ke efekte shumë pozitive në punë, dhe po ashtu, nëse ke mendime negative për veten, të gjitha këto reflektohen negativisht në jetën tënde profesionale dhe ti pastaj tërheq gjërat që nuk të pëlqejnë. Prandaj, në këtë sesion, do fokusohemi që të përsërisim afirmacione pozitive në mënyrë që të rrisim inercinë e pozitivitetit. Tani, të ftoj të vendosësh veten para një pasqyre ose të marrësh një pasqyrë të vogël dhe ta mbash përballë në mënyrë që të shohësh veten thellë në pasqyrë. Sa po ta kish bërë këtë, le të nisim me afirmacionet, të cilat të ftoj ti përsërisësh pas meje me bindje të plotë. Unë jam një person i suksesshëm. Suksesi vjen shumë lehtë tek unë. Suksesi më dashuron. Suksesi ka nevojë për mua. Unë jam një person kompetent. Të gjithë personat në jetën time e shohin dhe e njohin kompetencën që unë kam. Unë kam shumë vlerë në jetën time profesionale. Vlera ime është e palimituar. Vlera ime është lehtësisht e dukshme për të gjithë. Unë e lejoj suksesin të vinë në jetën time. Unë jam e denjë që të kem shumë sukses. Unë vendos të eliminoj të gjitha mendimet negative që më pengojnë të përjetoj sukses.
mundësi të reja që më gëzojnë tani vërshojnë në jetën time. Unë nuk kam nevojë të ngas pas suksesit, sepse suksesi ngjet pas meje. Pse është kaq e lehtë për mua të jem kaq e suksesshme? Si është e mundur që të gjithë klientat ngasin pas meje? Si është e mundur që suksesi më do kaq shumë? Si është e mundur që të gjithë këto persona më zgjedhin mua për shërbimin që ofroj? Si ka mundësi që unë jam personi më i kërkuar në punën time? Si ka mundësi që unë nuk duhet të bëj absolutisht asgjë që të kem sukses? Si është e mundur që çdo gjë që dora ime prek kthehet në ar? Si është e mundur që unë përjetoj kaq shumë sukses në jetën time, kaq lehtë? Si ka mundësi që unë jam më e mira në fushën e punës që ofroj? Është aq e lehtë për mua të kem sukses. Jam aq e lumtur që kam kaq shumë sukses. Unë jam aq e lumtur që të gjithë këto persona më kërkojnë mua dhe më duan mua. Unë jam aq e lumtur që kur ofroj një shërbim, qindra, mijëra, miliona persona më kërkojnë dhe më duan. Faleminderit jetë që bën jetën time kaq magjike dhe kaq të suksesshme. Merr një frymëri të thellë. Dhe nxirre nga goja. Sot ke bërë një punë shumë të mirë. Sapo e programove subconsciencën tënde me afirmacione dhe mendime shumë pozitive. Dhe tani le të shohim se si jeta jote do ndryshoj. Të ftoj ti përsërisësh këto afirmacione për herë kur të duket sikur nuk i ndjen më,
sepse çelësi i suksesit është t'i përsërisim gjërat në mënyrë të vazhdueshme derisa ata të jenë të guzhduara në mendjen tënde, derisa suksesi të jetë bërë gjë e zakonshme në jetën tënde, në mendjen tënde dhe në zemrën tënde. Të falenderoj që ishe këtu, të dërgoj një përqafim gjigant dhe të uroj një ditë të mrekullueshme. Nga unë, Angie, më pafshim.